Faleminderit shumë Arberia Elçani Ranovci. Shumë faleminderit Arberia dhe vazhdo mos unal. Tashi vazhdojmë me personazhin e dytë që do kemi të ftuar në Folship Show. Një personazh i cili kur kam qenë unë 3 vjeç, vetëm 3 vjeç, i kam pas kur ky ka ardhur, ka emigruar në Zvicër. Pra në 1988 ka qenë në Zvicër. Kur unë 3 vjeç kam qenë e tregova dhe moshën, i rrajnë dhe njerëz, thema 25, 30, rritu rrajnë, po tash ndul rrajna i ka kam të shkurtra. Kështu që një zotëri i nderuar, një burr fisnik dhe një burr me një karrierë dhe kontribut shumë të madh dhe të mirë dhe të shëndosh në Zvicër, i cili është nga fshati Bukovik i Gjilanit dhe sot kam kënaqësi për ta ftuar për diskutuar për jetën e tij në Zvicër, për karrierën e tij në Zvicër dhe sidomos për një kontribut që ka qenë një urë lidhëse mes kantonit Syriut dhe komunës Gjilanit me dhurimin e një makine moderne zjarfikse dhe plus disa uniforma, mbi 100 e sa 20 uniforma të zjarfiksve për komunën e Gjilanit. Realisht është për tu theksuar dhe për të falendëruar Zvicra. Gjithmonë e kemi patur këtë shtet mik dhe mbështetje ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe po, kur komuna e Gjilanit ka shprehur një kërkesë për një nevojë, realisht për një makinë të zjarfikses, kantoni i Syriut është shprehur i gatshëm për të kontribuar dhe për të ndihmuar komunën e Gjilanit. Përmes zotëri Daniel Wafler, i cili është dhe kryetar komunë i Gosaut dhe ndërmjetësues i këtij kontributi për komunën e Gjilanit dhe sot bashkëpunim me zotëri Ilyas Ilyazin, të cilin do ta ftojmë tash me duar trokitjen me Big Up në studio, kanë qenë ura lidhëse e këtij bashkëpunimi për kontributin që kanë bërë në komunën e Gjilanit. Me duar trokitje Big Up, zotëri Ilyas Ilyaz. Mirë se erdhe në Folship Show. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zotëri Ilyas, ka një herë kur du me respektu dikon shumë. A ke parasysh? Dikon që du me respektu shumë, kam dëshirë i dhon respektin maksimal, ndoshta edhe gabojës muj me avon ashtë sa du pastaj. Mirë po se dita me të prezentu deri diku, veç kryesori apo them që kam një kënaqësi të veçantë që sot kam në studio dhe e dyta po e them publikisht që keni kompliment nga ana ime për zotni Lekun që i dhe për fjalë që kam dëgjuar për ty. Shumë faleminderit. Pra në gjitha aspektet kam dëgjuar fjalët më të mira dhe me kënaqësinë më të madhe sonte je në Folship Show. Shumë faleminderit. Vetëm se një korrigjim gjatë prezantimit, zotni do ta lëm veç. Do ta lëm veç. Atëherë se kopshtar zotri nuk. Tash jo, që je zotri dhe njerëzit që janë zotri, jam djali i zotnisë. Djali. Shikon, përsëri je zotri, sepse njerëzit që janë zotri janë modest. Po, faleminderit. Përpara se të ftoja në studio nuk jemi drejtuar me zotrinë realisht. Jo. Po për shkak shikuesve u drejtuam. Po e lam me njan. Si po drejtohemi? Me emër? Me emër. Ilyas. Mendimi jam është me emër. Hajde. Ose s'ke kundër diçka. Jo, unë s'kam kundër, vetëm se në Gjilan, kur më kanë vonë në Gjilan, u dashka njerëzve në mosh, mi u thonë Agja apo Aga, Ilyas, Agja Ilyas, Baci Ilyas, dhe më thonë për me respektu moshën, për respekt. Në Shqipëri është pak si e kundërta. Një herë i kam thonë një të moshuare, që mendoha që është e moshuar, realisht ishte mosh me nonën time, dhe i thash, oj nona, thash, më falë, ati bune i kërkes, për i drejtova me emrin nanë, edi? O, tha, ti marrë liga të marrë keshën, tha, ku i thu nanë, tha, unë më vajzërej, tha, edhe prej atëherë tash jam skeptik, a me i thonë diku i nanë, teta, apo gjysh, apo bac, apo jo, se të nza dhe sheri ka njëherë. Me gjitha të, djali zotni dhe vetë, po drejtohem me Ilyas. Mirë se erdhe. Jenë nga komuna Gjilanit. Po. Qysh në 88 në Zvicër? Të 1988. 88. Si ka qenë për ty Ilyas me na tregu ajo kohë?
Kur unë kam qenë 3 vjeç në mëzi atje tunajt me do pula, me do monsa që i kam pas në për shtëpi. Unë kam qenë student në fakultetin e Prishtinës, fakultetin e bujqësisë. I kom viju 2 vite atje, nuk e kam përfundu. Se kushtet ekonomike i kem pasën katastrofale. Jetën e kemi pas perfekte. Jeta perfekte, po kushtet ekonomike harmoni, dashni, ato, respekt, kanë qenë më nivel se sa sot. Po. Edhe pse s'ka pas kushte edhe bukë, ndoshta me hangër shpeshherë. Jo, bukën e kem pas Fjala bjen. Fshat, jem marrë me bujqësi, i kem pas ato kushtet elementare, mirë po diçka me bo. Faktikisht studimin nuk kom mujt me vazhduan shkaku i kushteve ekonomike. Banojsha te shoqëria, Xhevatin që e përshëndes shumë, ma i kem banes, flesh me një krevet, ndash me një krevet. Edhe nana, për mos më ndiun e kesh kur shkresha, se s'kisha pare me pagu banesën, mjet këtë djatë, diçka që për me qune me dhoni kontribut. Edhe thash, okej, si studenta kishim mundësi me dalën, thash, dal 3 mujtë punoj, edhe kthehem të vazhdoj studimet. Atëherë në atë kohë kushtoj ke një semestër me investu dikun 600 njeri 700 franga, edhe thash, si ti kurse ato 600-700 franga do të kthejna me vazhdu. Halat, soni kurseva ato. Soni kurse? Halat. Ka qenë vështirë se faktikisht sot vinë rinia, e ka banesën, e pret banesa, e me obilu me këtë, unë nuk e kom ditë ku jam të ardhë. Ti se ke ditë? Ja. Pra ka qenë gjithçka prej fillimit. Zero. Blau më pa të thonë, kur shtypsh në stacion trenave, lypë se gjane shqiptarë. Po, jo, tha, është tramvaj, tha, 6 stacione, tha, ndalesh, tha, është një kish, tha, aty tha, banjon daja. Okej. Cili stacion? Treshë. Kore, unë po mendoj si stacion e autobusa në Gjela. Po, s'ka gjithër gjohë, veç një stacion edhe Kore, po. S'ke ditë. Fatim ka qenë se e kam ditën frangjistën edhe anglishten i kam folë perfekt. A i ke folë perfekt qysh në atë kohë? Qysh në atë kohë. Pra në shkollë i ke mësuar? Në shkollë i ke mësuar, po jem pasionu mas gjumës, komplet familje. Bravo. Se vllavin e kam albanolog, edhe kem pas bibliotek tonë private. Pas ka qenë Fatima dhe jo pjesë. Edhe erdha, e gjeta, tramvaj, ku është treshi ose treshi edhe 14 që më duket. Mirë pa i shkoj ke kështu edhe kështu. Po, tani ka me mojë ti. Po, thash, okej, po hypi, thash pi numroj, thash. 6 stacione dalë, s'ka kisht, hypi, thash prapi numroj 12 stacione. Me si ku gjën kishën, mua kisha me të doja. Edhe ashtu ka qenë starti. I vështirë ka qenë. Tani mas një viti e bona, mendoj mas një viti, mas 4 muajve bona një kontrat sezonale, si kopshtar, në Valiselen, të një familje shumë fisnike, punoja të ta firmën e kam pas vjetër, edhe ju falenderoj shumë se ata më kanë mësua në karierën, më kanë mësu shkollimin e parë, edhe më kanë marrë si pjesëtar të familjes të nëve. Qatë vitin e parë, do më thonë 88-ën, këto nuk e, se për shembull mi thonë këto gjona rinisë sot, i do këtë Hollywood. Absolutisht, po. 2 java, 3 javë kam flenjt me një park. S'kishëm... Në park për jashtë? Po. 3 javë? Jo, për jashtë, jo. E kisha kabinën e telefonit, kanë qenë do kabina telefonit qifte. Do më thonë 2 kabina dhe kam pasat gjamin ndars, që nuk ka shku njërin toke, atë më ishe sa duke do pak mi shtri kamët. Në një kabinë telefoni? Po. Ke flenjtur 3 javë? Shqe për me u këthy në Kosovë, ishke mundësia, mo e disha që familja, komplet familja e kishin sytë ka une. Po. Edhe ne nuk kemi dalën, si kur sot dalë se një jetë ma mirë. Jo, na jemi ba kurban të familjes. Faktikisht e kum lanë karierën atje fakultetin e gjitha ato, edhe jemi ba kurban të familjes. Edhe kemi ardhën këto për me ndihmu familjes. Dhe s'ke pas një variant të dytë për mu dërzu këtu? Jo. Ato mirë po, shaka qenë ajo me rëndësi që kam qenë pregaditun profesionalisht me botanike me gjitha ato, dhe kër e bona kontratën aty si kopshtar, ajo më ndihmoj shumë. Se këta identifikimin e bimëve, për shembull, dhe bëshin bas me pa, me asi, ne kemi bo me mikroskop. Edhe për mu ishke shumë e thjeshtë. Më e lehtë. Mas 4 vite sezonjer, s'kam shku kur nësë një kurs gjermanistës. Ula, ajo, më thanë, kishtë mirë me batë shkollën profesionale, që jetojnë Beruslere. Thash, okej.
të shpeboj, për provoj, më thash unë gjuhën edhe i mbi vlerësojsha shumë Zvicran. Dhe që këta, unë s'kam shans. U lajmërova aty, lajmëroj fima atë. E kryta shkollën profesionale. Në gjuhën gjermane? Gjermane, po. Pa asë një kursish. Edhe që ka qenë ma tragjiki aty në gjuhë, në shkollë, profesori, kryesor, kur erë ditën e parë, unë e mas 4 viteve e flitësha gjermonishtën, mirë po në atë gjermonishtën e Baushtelës. Kur erë profesori, i valisit. Tha, unë thajëm i valisit, tha, edhe tha, nuk e ndroj dialektin, vali shërdiq. Edhe na që jemi rritë këtu, kemi vështirësi me kuptu. është problemi kuptu. Problemi kuptu. Po, problemi kuptu e paramendoj une, që isha 4 vjetë gjysë në Zvicër, me kuptu ato. Mirë pa jam ndimoj shumë se u deshke me u koncentru për me kuptu ato, edhe u deshke me u koncentru. Edhe tani, faktikisht, edhe u koncentrojsha në mësim, se në shpi për me mësu ka qenë e pa mundu, se isha i vetëm se i martu. Kisha 2 fëmi, Liza, vajza 3, na ka lind kur kam qenë vitin e 3 shkollës. Në vitin e 3 shkollës? Po, ka lind fëmija i 3. Okej. Ka qenë ajo sfit ka qenë, gjithmonë tu e menduat jo atë karierën egoiste, ka qenë një egoizëm pozitiv, se kam mendu gjithmonë me mrit diçka, sa me pas diplomu në fakultet atje, po se këtu në Zvicër, mirë po ka qenë ai egoizmi, nuk ka qenë egoizëm, mirë po gjithmonë me bë karierën për vete, po edhe për familjen e gjanë, edhe për faktikisht edhe në thonë që edhe një shqiptar në atë kohë, nuk e di sa kanë qenë që kanë bërë berdufslere në atë kohë, mirë po ja kom arritën. Punova në atë kompani njerin 2003-ën, isha kopshtar, kopshtar i tishtë, udhesha kantierët atje, edhe në 2003-ën shprena pak në njërë diplomatike, ajo dhoma ku ishme, ajo sfera ku ishme, ishte pak e vogël për egoizmin tem edhe egoizmin atin e padronit. Edhe kështu njërë shumë gentlemane, unë dajtë, unë dola me një kompani në Syri, që është, nuk është firmë privat, është si formë kooperative, Genossenschaft. E njëti profesion kopshtar, edhe aty fillova 2003-ën. Mas 4 muajve që fillova, më thiri aj padroni, aj udhëheqësi, se padron nuk ka e firmë, tha, më prezentoj një zerat. Tha, ke pak të më thash, jo, thash, nësë jam të lypë punë. Tha, po në ata jemi të lypën një udhëheqës kantjeri, zishë, thonë, gjermanisht thonë Bauführer. Thash, në s'kam pregaditje profesionale, jo, tha, kim mjaftë. Në hëmë pi 2004, së tani punoj në administrat. 2007-ën, është një firmat më të mëdha të kopshtarisë në Zvicër. Pi 2007-ës më kanë zgjedhur në bord dirigjus, Verwaltungsrat. Bord dirigjus jam prej 2007-ës në atë firmën, edhe udhëheq me një firmë, me kolegë të punës, një kompani prej 170 punëtorëve. 150 deri 170 në varet prej sezonës. Në qatë bord dirigjus jam. Kjo është sukses, të më thonë me sakrifisë, por suksesi arrit, apo? Suksesi u arrit, edhe u arrit për një mënyrë, kam qenë gjithmonë autentik. Nuk jë mundu me u bo falcë, me u bo ma Zvicranë se Zvicranë. Jë më prezentu gjithmonë si shqiptar, me prijarë dhe prej Kosovës, prej Gjilanit. Dhe ka pasën, se s'pëndron në emnin, kim bon ma shumë karierë. Këtë emën ma kalon. Ba e kam emrin e stërgjyshit, edhe kam qenë gjithmonë autentik. Nuk një mundu me u bo ma Zvicranë se Zvicranë, ose ma papë se papa që shtu. E din, për integrimi ka qenë një proces, për mu ka qenë një proces shumë natural. Se ke me pararësën ajo biseda për racizme, për integrim. Shqo, integrimi, unë e thamë gjithmonë, bëhet në basë. Nuk bëhet në altë. Nuk mundesh me u integru ti në qofë se shka ne bon një kurs gjermanistës. Ose asi, integrimi bëhet në basë. Edhe kur të fillojnë në Zvicranë, edhe racizmi që luftohet të. Racizmi luftohet me sukses. Me sukses. Në qofë se na jemi të sukses shumë. Mujnë vetëm se më naj pasë i nati, dikosh, jo për mendoj
shembull, kur kam punu në atë pjesën Valiselen që tash kam punu për jashtë, gruaja e kem tradita jonë është. Gjithmonë e kam pas fatin se ndrek kam shku te shtëpia me hangër bukë në shtëpi. Edhe si është na shqiptarët nuk janë bë dy pjata për mua edhe për gruan ose edhe për fëmijën nëse s'kan qenë në shkollë, po ju bën një pjatë dy më tepër. Se i lazi e vjen dikon te shtëpia. Edhe për çdo ditë ka ardhur dikush me hangër drek te na. Kam qenë vetëm i shqiptar në atë kompani. Domethënë ata kanë qenë zviceran, shumica. 90% zviceran, një italian ka qenë, mirë pa italiane ka pas banesën atë fshat. Edhe unë i them, "Shiqo, 13 vite, për çdo ditë u kanë një zviceran, e ka pa kulturën e banimit, e ka pa kulturën e tavolinës, e ka pa si ushqemi, si sjellmi në familje, atëherë kush duhet mu integru? A jo te na, a na te jo? Sa na keni hap rrugën, jo për me u integru na, po ekzistojnë kurse, me një kurs ceremonishës nuk mundesh. Absolutisht. Integrimi bëhet në bazë. Shumë mesazhe. Për 10 vitet e fundit ka ndryshuar pak marrëdhënia shqiptaro-zvicerane. Besoj unë, apo jo? Po. Edhe a ka ndryshuar shqiptarët apo zviceranët? Çfarë mendimi keti për zviceranët në përgjithësi me eksperiencën tonë që ke në Zvicër tash sa vite dhe çfarë mendimi ke sot për shqiptarët e diasporës në Zvicër? Shiqo, diaspora, mendoj, jo se diaspora për komplet, se i ka evalu. Trit sot, për shembull, që kanë lind këtu, që janë rrit këtu, ata vetëm se një emër që e kanë. Vetëm emri që i ndryshon, edhe faktikisht e kanë kuptuar se Sicili e ka një rol një ambasadori. Si thash ato, me sukses, me aty, ja kem arrit me i bind. Ata që se kemi bind, që endes mendoj, kanë mendim, ne, hiç pi bind. Na duhen në një. Hiç pi bind, le t'jesin që ato se s'kemi nevojë me bind. Largusyrin e kesh duhet me konë dëshës bindën. Po. Jo gjithë duhet me bind. Diaspora ka evalu këtu. Ke sot udhëheqat spitaleve, ke udhëheqat absolutisht të administratave. Deri në Parlament Federal kemi. Në Parlament Federal, edhe këta zviceranët janë njerëz që i shohin ato, edhe i shfrytëzojnë për interesat e shtetit vet. Absolutisht. I shfrytëzojnë për interesat e shtetit vet. Interesat, ajo është një gjë spontane që ndodh, nuk është një program që Absolutisht. ka programe për shembull që janë bë, kur shkonin për shitore, Kopos e Migros, gjithmonë vreje, udhëheqësi i shitores, i filialës, është shqiptar. Në shumicën e rasteve, ose në ndonjë rast është edhe turk. Nuk është rastësi. Kanë këshyrën cilat genetikisht, cilët popuj kanë afinitete për tregti. Edhe kanë po që, okej, popujve që jetojnë këtu, shqiptarët kanë afinitet për tregti, edhe në qatë mënyrë i kanë avansu. Domethënë ajo ka qenë program i shtetit zviceran. Edhe sot i kanë pjesën gjitha shqiptarët janë udhëheqësat e shqiptarëve ose filialeve janë shqiptar. Por duhet të themi që zviceranët në pikpamjen time kur të shikojnë duke punuar dhe duke arritur, ta japin dorën dhe të mbështesin, apo jo? Absolut. Shqiptarët? Edhe shqiptarët. Edhe shqiptarët. E kanë marrë pak a shumë këtë. Po. Është pak një defekt përmes diasporës dhe vendlinjes se nuk e kanë kuptuar që edhe këtu ka evalu. Mendojnë që jemi ata viteve 80 kur kam dalune, kur jemi këty me ato koferat që i kemi lidh me toja dhe i kemi ngrej zhak. Ajo ko kam baru. Sot ke menaxhera që nuk ka rrok, ka honorar. Ata si prej anës diasporës, po edhe prej anës vendlidhjes, dikujna ju kanë ardhur mbusolla në vitet 70-ta, me të pakët janë. Ti ke qenë edhe zjarr fiks vullnetar për shumë vite. Mundesh më na tregu pak për këtë angazhim? Dhe a është vlerësuar absolut kjo pjesë, sepse ta bësh edhe mos vlerësohet është keq, ta bësh edhe vlerësohesh është mirë. Se a është vlerësu, tregon ajo ky rast i fundit që e theksoi me kamionin se ma merr mendja. Edhe po sa edhe me ato uniformat se kamionin e ka dhuru kantoni i Zürichit. Po. Ose
është tregoj më vonë kur himin detalje GVZ është një gebäudeversicherung Zürich, e kanton Zürich. Uniformat e kam thirrat shokun e ku kam qenë, çka keni me na asi, ndalë uniformat, ta jemi të ndru. Nuk janë uniformat treja, mirë po ka prej tënve nështë 60 ose 70% që janë pa u përdor kur. Uniformat treja me shumë vlera, se janë uniformat që të intervenimit, që me hynë zjarë dhe mos me të ndodhë kuqa. Ajo, do më thonë, u vlerësu se nuk kam, vetëm se kashë, unë vetëm se këmë bo, mos ke diçka tha, po, tha kam edhe më ka thirë mas 2 jave, nisin e 10 uniforma, tha janë të gatshme, pantallonat dhe jaknet. Me këtë të pyetja Marashit. Po, jetojsha aty në Vali Selen, isha në shkollim qatere, dhe ishin ata zjarfiksat, se zjarfiksat në Zvicër për me spjeguan, ose për me skjaru, posaçërisht dhe shikuesve në Kosovë, janë vullnetarë në për komuna. Janë shumë pak zjarfiksa profesionale, nuk e di me numra, më duket janë 12 në komplet Zvicrën. 12 në komplet Zvicrën, janë në baza vullnetare, milic Feuerwehr i thonë, edhe vullnetare në atë aspektin hyrja edhe dalja është vullnetare. Gjithë shka është, ndërmjet hyrjes edhe daljes, është në regula si në shtëpi. Edhe u lajmërova, unë mendova vullnetar, i kemi ushtrimet, intervenimet edhe gjitha ato, dhe ata po thonë, kështu edhe më tregojnë ta sold, paga bëhet dherë në vit. Tash, qëfar paga? Thash, qas vullnetare, thash, të na vullnetar, thash, nuk ka parë. Tha, paguhen, ta ushtrimet, ora të paguhen edhe, mirë po nuk ka qenë motivja që kam himë të zjarfiksat. Dojsha me bani kontribut për qatë komunë ku jetojsha, edhe ku ma mundësojshin shkollimin edhe gjitha ato. Edhe fillova si ushtar i thjeshtë, se ushtar i thonë. Unë i bona ato specializimet për makinat që janë kamionat e gjitha ato. I kam gjitha let, edhe merë mas 10 viteve një problem, ose 11 vite, nuk e di saksisht, një problem që e kanë shumica shqiptarve, shpina, posaçërisht kopshtarët, edhe nuk isha 100% i gatshëm për mi ba ato intervenimet, se intervenimet, kem pas intervenime të jashtëzakonshme, edhe unë thash s'po muj, edhe thanë jo, ti me lanë jo, po më sistemun më një tjetër repart, edhe aty kam qenë tani si nën-oficir, jo oficir, nën-oficir, e ku mu të heqat repart. Njeri, sa jam penzionu në ato, në atë mënyrën pensionim, me 52 vjetë mbaron, se nuk... A munesh me na tregu pak për këto intervenime, do me na dhanë do shembël, edhe çish ka reagu familja, sepse është edhe punë e rrezikshme? Intervenimet kanë qenë ndryshme. Ka pas intervenime qesharake. Një masë me brit prej drunit, ose pa mërë parasysh këta thrasin zjarfiksat, edhe zjarfiksat e kanë ato obligim, ose një truç bletëve, ose anzave, si thëna, me shku zjarfiksat do të me intervenu. Intervenime qesharake, njerës të intervenime shumë serioze, se vendi ku këmë banuan, Vali Seleni, ajo pika e zjarfiksave ka qenë pikë mbrojtje, shtytspunkt. Do më thonë me një organizim matë naltë edhe makineri matë madhe. Se edhe ka pas autostrat shumë që i kemi mbulu, po edhe afra aeroportit. Gjitha zjarfiksat për sketë aeroportit janë, rreth aeroportit janë qasi pikë shtytspunkt. Kem pas intervenime të dhimshme, ku unë e kam nëzirë komplet familjen. Baba me gru, 2 fëmijë, komplet të eliminu. Kem pas raste ku kem intervenime jo të mira. Ashtu, mendoj, po, në autostradë kem pas intervenime me nxerrën kufomat. Mirë po edhe shpëtime, kem edhe shpëtime, ku e kem sa makinën e kem bërë kabriolet. Këto raste tragjike, zjarfikset janë kryesor që duhet intervenojnë të partë? Mbaret policia, zjarfiksat edhe ndihma parë, të 3 koordinohen. Të 3 koordinohen. Pjesën e dytë që thashtë zjarfiksave, tani nuk kam qenë në intervenim direkt,
kam qenë koordinator me policien. E kemi rregullu komunikacionin. Okej. Ç'tim varet ndodh, policia më rrin part, mirë po policia nuk i ka përgatitjet për me bën një shpëtim. Tani jashtë aty një koordinim policia, zjarrfiksat intervenojnë me ato mjetet që i kanë, e presin kerrin, e bojnë kabriolet. Çka është ajo ndihma shpejt vinë ata, edhe pacientin e bojnë betrojnë kujdesen për pacientin, edhe policia kujdeset tani për ato gjonat protokoll, çka është protokoll, trafikun, gjitha ato. Trafikun e gjitha ato. Dalim pak në temë, dashur Iliaz, tek dhurata që është bërë nga kantoni i Cyriut komunës Gjilanit. A mundesh më na tregu pak, sepse unë e di që je kryesor në aspektin e lidhjes bashkë me Daniel Wafler, apo jo? Apo si kryesor, një prej. Atë punën më të madhe ka qenë barra ime. Ka ardhur një kërkesë Dani, që ka qenë edhe këtu në emision tonë, shoku imi. Daniel, liebe grüß von mir. Von Iliaz und von Marash. Me Danin kemi qenë, si të thash, në shkollën e dytë specializimin që e kam bërë. Kemi qenë bashkë edhe kemi punu bashkë me një kompani. A më tha Iliaz, zjarrfiksat e Gjilanit. Kanë bërë një kërkesë. Kanë bërë një kërkesë, për edhe kërkesën ja kanë dërgu Danit. Pra, kërkesa nga komuna Gjilanit ka shkuar tek Daniel Wafler. Po, mirë po na u desh kemi gjetë modalitetet, se për shembull me bë Danieli si politikan, me bë kërkesën për një sponsoring, ato janë pare tatim paguesve zisran. Absolutisht. Edhe po më thotë Milas, ta çysh më ja bë, thash, okay. Ne e kemi në fshatin Dobërçan, koshta e baja Dobërçanit, e kemi shoqatën 17 shkurti. Ne u thash, okay, tash e bojmë përmes shoqatës. Edhe e formulova një kërkesë, edhe ja dërgova GVZ është sigurimi i patunshmërisë i Kanton Zyrihit, është shtet kantonal. Ata janë sponsorizues më të mëdhej të zjarrfiksave, kamionat e gjitha që janë ato, ata i sponsorizojnë se ata kanë interes për mos me udhëzën shkaku i sigurimeve. Ja dërgova aty na CEO-s drejtorit general, Lars Myli, edhe shumë shpejt mu këthy përgjigje, okay, ta kemi mundësi. Ishke pak në background Dani edhe Mario Fer, ai ministri i mbrojtjes që i koordinojshin, mirë po u deshke një argat. Një argat që i gra punës. Edhe e bona me qef, dhe shumë shpejt ma këthyn përgjigjen që unë nuk e kom pritat. Unë thash, na japin pak. Po në gjotë vogël. Shumë shpejt ma këthyn përgjigjen, okay, një makinë, i thojmë TLF, transport lësht falë. E kemi edhe në foto ndërkohë, po? Thanë, se unë mendova që është vetëm se kamioni. Po. Mirë pa ajo është me komplet pregaditjet. Me komplet pregaditjet, derisa edhe ka kamerë infrarot, ose si verë me bilt kamera që në terë, me bastë nxehtësisë njeriut, me gjithë. Teknologji më të ri. Këtë teknologji më re, do më thonë me komplet pajisjet. Edhe unë thashme si ka dhe më para, thash, e provojme si shkon kamioni, i thira ata dualiseli, ata thanë pomër, 110 uniforma, edhe u konkretizu prej anës zvicrane. Prej anës kosovare pak do vështirësi se i kisha 2 termina. Me 20 shkurt e kisha terminin e formalitetit. Formaliteti i pranim dorëzimit. Edhe se si bota ajo blerja, se faktikisht nuk na kanë dhuru. E kemi ble në atë kamionë, nuk e kom ble, 1 frank e kom pagu. 1 frank? 1 frank, po. Okej. Për arsye juridike? Po, për arsye juridike. Edhe me 20 shkurt e kish me atë pranim dorëzimin, mirë po unë ma heret, ju shkrujte atje email me ata zyrtarët Gjilenas, do isha me u siguru kush vjen me marë, kush e bon doganimin, që mos t'jes me në hargjimet tona. Po. Ose të hargjimet shoqatës, se jemi shoqatë që kemi me mbjetu i pagumë të punëtor atje. Nuk është kapaciteti. No.
Mirë, po defekti i dytë ishte pranim dorëzimi u organizu me 20 mars. Këto kanë qenë këtë në dhëtor jënë bërë qëto dy, me 20 shkurt, modalitetet, protokolli, Ministri i Mbrojtjes Kanton Qyrit, 1.6 milion banor, 25 miliard budget. Aty ka protokoll. Edhe kërkojshin protokoll. Më kërkojshin pjesëmarrës prej Kosovës edhe çfarë fjalimi ka me mbajt. Edhe fjalimet i kërkojshin. Në fjalimin tem, një muaj përpara u kanë dashur me dorëzu. Me dorëzu, se çfarë do flasësh. Edhe, okay. Ju thom atje, ura, u kry puna. Bacu kry, hajde. Hajde merne. Hajde merne. Mirë po, tregonom kush po vjen se pi kërkon protokolli që ta persona edhe çfarë fjalime. Tani ata në hall kush më ardhë, kush më thonë. Jo. Me 20 mars ditë Bajrami. U bo problem. Thanë, po, me 30 mars, me 20 mars, më falë, qysh me ardhë, është Bajram. O thash, si mërgjimtar sa Bajramat, e sa pashk na kanë shku në për kufina, e rrugëve, thash, po, thash, me pas vetë na myftien e Kosovës në dhëtor. Kur i bjen Bajrami 2026? Se kish ditë. Pa dash me paraqykuar, nuk i kisha nërmend ose mi thonën a pe bojmë një termin me 20 mars, kishton e bojmë. E bojmë pa ditë gjotë. Një diçka që edhe mu më ka ndodhë vetë personalisht, po ta them, disa herë kam bërë me mysafir për emision ditë fesash pa e ditë fare, kur kemi parë ka të qenë ditë fesë dhe kemi anullu, kemi ndërprej në fakt. Se ne kemi mundësin, po protokolli i shtetit se ka mundësin për ta... Protokolli i shtetit, ata kërkojshin me protokoll. Mirë, u banën pra burra dhe mi qunë ishke, më duket ka qenë dita e ejte, 20 marsi, një 5 ditë për para, mi qunë emrat kush vjen. 5 ditë për para. Okej. Mirë, po pra këta zvisrant makulantë dhe nuk ishë fakim mbëllshin si protokoll, mirë po ishke problemi. Jo pak... Jo organizimi i mirë apo i mirë? Jo që shka da. Jo që shka dashta. Jo me protokoll. Se i kum informu gjithmonë, është me protokoll. Me fjalim, me tekst, me arë, me gjëra, me gjitha. Ata i kërkojshin Barbara Grojter, ka qenë në GFAUC-it, Kogjo. Kush erdhën përfaqësues komunes erdhën e mora? Po, erdhën 2 zjarë fiksa, një ekspert i zjarit, dhe ai përfaqësuesi politik i komunës, erdhën me morën, ata zjarë fiksat njerëz perfekt. Murat Ramadan, një perfekt shumë. Ata edhe Bajram edhe Krishtlindje dhe për ata gjitha ajo dhurat ka që madhe për ta. Ishke defekti që ai përfaqësuesi politik, defekti, s'kishte defekt, edhe ai shumë një njeri mirë po unë kisha kontakt me drejtorin e sigurisë Gjilanit, prej dhëtorit, do më thonë afër 2 maila vendite u desh kemi shkëpy shka i kërkojshin ata. 2 javë para, pas 2 javë, 10 ditë para pranë dorëzimit, si që ndodhë thëna. I ndërrunë komplet drejtorin, drejtori ri. Tani a ka ku me anisë për fillimit edhe A me fillimit, a kur erdhë, një fjalim tash, o zotni, tash protokollit, tash e kjo është barë para i Grojter, tash me ta bisedani. Mirë po kryesorja. O kryesorja makinën e kena? Kamionin e kena? A është kjo kryesorja? Ka shku kamionin e men? Ka shku në Gilan, zjarë fiksat janë shumë të knaqën. Janë të knaqën, atë e dash zoti nuk i ben për ne për të keq, por... Qa kemi arritën se insistimi maj madhe që ishte këtu, se ishte investim, se nuk ishte investim, kjo e rriti kushton me bo një kamion kështu me komplet pregaditit, 7.800.000 franga. 7.800.000 franga vlerë ka kjo kamion. Plus tesha. Qështi është, plus uniforma, një uniform nuk e disa. Edhe ato shtrajnë pësoj që më. Absolutisht, janë 1.000 franga. Qashtu? Edhe 120.000 franga uniforma, po e bojmë në llogarinë. Pa marr parasysh vlera. Shqiptar që jena se na 1 milion këtë kontabilist. Përgjithësi me kontabilistat gjithë ta bëjmë llogarinë. Ta llogarinë për 2 minuta. Vlera ishte për atë ishte e madhe për se këto zjarr fiksa që janë na për
në Alpe, që nuk i kanë kushtet bashkë për mashallah, që shtojmë kushtet e mira, pse me shku një investim i tatim paguzve të Zvicrës, me shkuën në Kosovë. Edhe qëllimi ishte më i madh që mos me marrë kahje politike aso religjioze, vetëm se me qenë një donacion humanitar. Humanitar i shëndosh. Ka qenë lufta më e madhe ai. Dhe është kryer me sukses. Është kryer me sukses. Bravo, pra s'ka pas në një bukur. Vielen Dank Kanton Zürich, vielen Dank Herr Waffler, vielen Dank Elias. Herr Eliasi. Shumë bukur. Kjo është gjë mirë, realisht ne kemi pas dëshirë si medium që ta nxjerrim këtë Shumë faleminderit. ta promovojmë këtë bashkëpunim mes kantonit të Zürichut me komunën e Gjilanit për këtë gest humanitar, se nuk është pak. Është diçka e madhe, e mirë, diçka që se keni prit as vetë realisht. Një makinë e tillë që kushton me një vlerë aq madhe, është një kontribut i madh edhe për komunën e Gjilanit, por edhe në përgjithësi për marrëdhëniet që janë mes shqiptarëve, konkretisht juve me personat përgjegjës apo komunal në Zürich. Pra domethënë, kjo të kërkon ju duar trokitje edhe për punën tuaj Elias, nuk që ke ndalë, edhe pse kur ju ke thonë ma merr menjët është Iliasit ju shkruajti email atyre, duhet kjo, ata thonë sikur të na që si marrin parasysh, thonë jo vëlla, po vi, po vesh i kostum, vi me vozit ti kamionin edhe kalen dogoni i këtej. Ku kanë reaguar shumë shpejt tani. Është informimi. Hala pa shku në banesë prej Byllat, në Byllat ka qenë pranë dorëzimi, vetëm se ka pas informata, ose ka pas shkrime në për mediume, edhe më thirrën mu prej shoqatës 17 shkurti, çto fjalime, çta persona që i pas kanë majtë këto, ata s'kanë aty, kush janë këta? Se më ndilë kemu problem tani me shoqatën e 17 shkurti. Po. Kanë qenë shumë shpejt. Për brenda 15 minutave, mu me thonë fake news. Dhe tani, unë tash lene, me rëndësi është kamioni, unis, zjarë fiksat mirë, po i kanë korrigju dhe gjana. Fake news kemi rreth rrotull sa dush, Elias i kanë përmojnë, kanë qef me të i kanë korrigju dhe gjana, edhe qëllimi nuk ka qenë na me dalë, ose me profilu na për media, ose qëllimi kryesori ka qenë. Ka qenë humanizmi dhe mund kryej me sukses. Bravo, bukur shumë. Na vjen shumë mirë dhe herë të falenderojmë shumë për këtë gjest edhe këtë punë që keni bërë, edhe absolutisht që është një vlerë edhe kontribut shumë i madh. Marash? A keni mesazh për rinin që don mi dalë këtu në Zvicër, ose sidomos ata që vinë që tash nga Kosova, dalin diaspora dhe dojnë me fillu jetës që tash. Se ti ki përvoj shumë. Vëndurt. Tash ata që vinë sot e gjojnë dojen kollaj. Mesazh autentik, si tash, mas mirë t'i kalon njeri, dhe pun. Nuk vjen pasunia ose suksesi brenda natës, me punë edhe autentik. Bukur. Atëherë shumë faleminderit Elias. Një mesazh në qoftë se ke me dhënë për shikuesit tanë Folk Ship Show, sipas dëshirës mund ta japësh, sepse për arsye minutazhe na duhet me ka që kemi kohën e limituar në televizion. Ka qenë kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën. Mesazh special. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, shumë respekt. Urojmë të kesh shëndet dhe gjitha të mirat. Faleminderit shumë. Me duar trokitje, unë big up on DJ Elias Eliasi, faleminderit shumë për te. Faleminderit shumë, Elias Eliasi. Shumë faleminderit nderuar Elias, faleminderit shumë edhe Arberia Elshani Vranovci. Edhe shumë faleminderit edhe stafit tim mrekullueshëm deri javën tjetër. Natën e mirë. Nga unë dhe Marash Pulaj, natën e mirë!